punova me shumë dashuri, e kisha një njeri si Gjabraua, se jeta është ajo që të ndihmon më shumë se kushdo tjetër. Ky është roli besoj që ju ka përndjekur më shumë. Po, shiko, pati shumë gjëra. Dubli parë zbret nga Bensi Vaskua që luante Enver Indjeri Vasilaj Vangjeli. Ishte i shkëlqyer, aktor i shkëlqyer dhe njeri shumë i mirë. Në momentin që më përqafoj mua, si shoku Enver, më tanë vesh, bravo Medita, këtu mbaje rolin. E kupton? Dhe kjo mua më qetësoi, më lumturoi, deri në fund. Por kur u qfaq Gjabraua, kur u qfaq gjuhëti e fundit, s'kishim makinë, kishim autobuse. Hipa në autobus të nesme, gjitha autobusit zjente për Gjabraun. Unë isha aty ballë për ballë atyre, asnjëri nuk më njifte. Thash. Edhe kur takova Koçan edhe i thash kështu, maestro. Medita, do të duhet shumë punë të njohin ta. Nuk e haroj. Bëra shumë punë, më njohon. Më njohon, pastaj më lidhen me Gjabraun. Tani personazhi Gjabraus, kudo që të vete unë, për më letë o Gjabrao, ose kështu, ose, do më thënë, më kanë ndjekur në mënyrë të shkëlqyer nga mbrapa, bile njëherë kalonim tek... Ky është edhe një moment mes një pasazh nga ai film ku shfaqet i madhi dhe Indjeri Koçodevole dhe Gjabraoja dhe ju në rolin e Gjabraos. Zoti Malkaj, duke qenë se nëse do e shihni sot Gjabrahon pas 30 vjetësh, si do ishte ky personazh? Ky? Do ishte po Gjabraoja? Po. Po nëse atëre Gjabraoja që përfaqësonte një bujk fshatar. Ka ndodhur gjithë këto ndryshime të mëdha. Ka ndryshuar fshati? Po në atë kohë Gjabraoja mirë apo keq gjente mundësinë që të priste, le të themi, udhëheqjen në shtëpinë e tij duke i vendosur rakin edhe meset. Po sot si do e priste Gjabraoja, ku do gjente verën 30.000 euro? Tani me këtë gjë nuk merresh Gjabraua, merresh Silva. Se me ke parasysh kur... Që sjell dashin. Kur shmeta, ku vetë me këtë thotë, fat tjetrin. Po prap Gjabraoja kishte një mundësi, po sot se ka Gjabraoja të presi... Jo. Udhëheqjen. Jo, po... Tani... Pra tani vetëm në qoftë se i jep në një dorë ashash. Ose shesi veshkën, se s'ka ç'bën tjetër bujku i shkret. Udhëheqja mbase ka ndryshuar, por fshatari, bujku i shkret është po ai që ka qenë. Ose ka marrë arratin, ose gjendet i pashpres në fshatin e tij, ose pretende dhe shpreson. Shikoj dashur, unë them që ne jemi katandisur shumë mirë. Jemi katandisur shumë mirë. Si ta kuptojmë këtë? Nuk është si që copë është kjo. Jemi katandisur shumë mirë. Do më thënë jemi shumë keq? Jo, është më e bukur kjo. Jemi katandisur shumë mirë. S'ke ku ta kapesh më. Ky është fshatari. Gjabraua që një kishte i ziu e therjet, po e mbante për djalin ktesh nga ushtria. Unë, Gjabraua nuk më dëgjon mua, po unë e falenderoj shumë Gjabraun. Çfarë i thua Gjabraos? Të falenderoj shumë se më hapet të gjitha portat e artit. Të gjitha portat. Më kanë për atë Gjabraun, më kanë falenderuar dhe më kanë uruar të gjithë
artistët e Shqipërisë. Pa dilasa ta me dita qa që bërë ta.